sepse do të ndjekim atë çfarë është duke ndodhur tek parku I Besimit fet kryeministri Edi Rama. Përpiqeshim të gjenim ato që ishin pro dhe kundër për çdo projekt. Në fund ngecëm sepse ishte e vështirë që të merrnim një vendim. Jo se ishim të ndarë si antar jurie, por se dhe vetë brenda vetes ishim të ndarë. Doja të merrja mendimet e disave prej jush që nuk ishin pjesë e konkursit e as të jurisë. Dhe prap gjeta dilema. Po, njëri duhet fitonte. Nuk është se si jemi të bindur, jemi mjaft të bindur, por në të njëjtën kohë do të doja që të mundeshim të bënim më shumë parqe në këtë mënyrë. Ajo çfarë të gjithë keni sjell e na keni ofruar është e jashtëzakonshme. Shpresoj fort që do të kremtojmë së bashku çeljen e këtij parku I cili është diçka për të cilën do të jemi shumë krenar. Faleminderit Bjarke, faleminderit Xulia, faleminderit juve e faleminderit të gjitha ekipeve që morën pjesë. Faleminderit vërtet të gjithëve, një energji e shkëlqyer, një moment I jashtëzakonshëm, arkitekture, krijimi peizazhi të menduarit për natyrën. Dhe është një nga ato momente ku I thues vërtet që gjithë mizerabiliteti që sjell politika në jetët tona vlen të përballohet sepse ka gjëra të tilla. Në fakt që të ngron shpirtin lart e me të cilat ndihesh I bekuar. Faleminderit të gjithëve.